Kryesia e Bashkisë Islame të Kosovës, më saktësisht Drejtoria për Kulturë dhe Veprimtari Botuese, po organizon tryezë shkencore kushtuar personalitetit të shquar shqiptar, Ali Efendi Jakupi. Tryeza shkencore, cila do të mbahet nesër në ambientet e Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë, ka për qëllim të ndriçojë jetën dhe veprën e një alimi të shquar, siç është Ali Efendi Jakupi. Drejtori për Kulturë dhe Veprimtari Botuese pranë Kryesisë së Bashkisë Islame të Kosovës, Ramadan Shkodra, thotë se qëllimi i kësaj tryeze është të vihet në pa kontributi i veprimtarëve të shquar shqiptar që lanë gjurmë të pashlyera. Ali Efendi Jakupi përket atij brezit të studentëve shqiptar, të cilët në vitet e hershme, në vitet e 30-ta, morën rrugën për të studiuar në Universitetin e Kairos. Atje kanë përfunduar studimet dhe kanë qenë të gatshëm të kthehen në vendet e tyre për të kontribuar për misionet që kanë shkuar. Mirë po, instalimi i sistemit monist në vendin tonë u ka pamundsuar tyre studentëve, tyre kodrave shumë të shquara që të kthehen në vendin e tyre dhe këta edhe Ali Jakupi, në mesin e tyre, aktivitetin e tyre kanë zhvilluar larg dhejot. Në tryezën shkencore të ditës së nesërme, 11 studiues të ndryshëm do të paraqesin jetën dhe veprën e Ali Efendi Jakupit. Tryeza do përmbajë jetën, veprën dhe kontributin që ka dhënë dhe trashëgiminë që ka lënë Ali Efendi Jakupi. Për në tryezë do të diskutojnë, do të paraqiten me kontributet e tyre diku 11 studiues me shumë kompetencë të fusha ndryshme, ka nga Kosova, shumica, pasandaj nga Shqipëria dhe një nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Figura Ali Efendi Jakupit rrjedh nga një familje njohur e ulemave dhe prishësve fetar. Ai përket familjes Shkodra me prej ardhe nga fshati Desivojës i Kamenicës, ndërsa me vonë jetoi në Gjilan. Ali Efendi Jakupi ndoqi shkollimin fillimisht në medresen e Gjilanit, pastaj në medresen e Shkupit, për të vijuar më pas me studimet në Universitetin prestigjos të Azharit në Kairo. Për shkak të rrethanave të krijuara në Kosovë pas luftës së dytë botërore, ai qëndroi në Kairo, ku u angazhua në bibliotekën qendrore të universitetit, teksa më vonë shërbeu edhe pranë ambasadës së Egjiptit në Ankara të Turqisë. Më 1988 në Stamboll, ai ndroi jetë i rrethuar prej studentëve, miqve dhe kolegëve të tij të shumtë, teksa pas tij la një trashëgimi të begat prej një alimi, hoxhe, dietari, profesori dhe eruditi të përkushtuar për dije.